Fredi Bellerit bëj kujdes. Bëj një kujdes. Se do të vi një ditë. Do të vi një orë. Mos nga drejtësia, nga vetë drejtësia. Nuk treme me. Që kishte për të bere, beri, edhe unë që kisha për të bere, bera. Lëndine e ime për marona avash avash. Ka që them Fredi Bellerit, bëj kujdes. Sa doj fuqishëm djetë, po prap ka njerës. Ka dhe Avni Rustemi të dytë. Ka që them Fredi Bellerit. Do të ketë një përballë një Avni Rustemi të dytë. Nuk treme nga kërcënime që Fredi Belleri më dërgon. Nuk i se them vetëm me fjalë, po do vi një orë. Po se reagoj drejtësia, do reagoj dhe unë vetë. A mendojnë se është momenti që të ketë një Avni Rustemi të dytë? A që mendoj kam prekosh, kam 31 vjetë që unë e mendoj. Që të shiko shokun dhe të lërose shtu gjithë gjak, të japë shfrymën e fundit, e di çdo të thot. Edhe drejtësia koma e heshtë, edhe drejtësia fshihet. Drejtësia ka frikë, flas. Drejtësia ka frikë të hapë edhe njerë dokumentat. Drejtësia për prish faktet. Çfarë faktet do më? 31 vjetë. Çfarë do më? Kur ky Fredi Belleri ka grishur flamuri, ka sharë për shqiptarët. Mos themi sa mund këqia i ka bërë këtij vendit. Si mund ka dindote një hale, më falë për shprehjen, po një hale, si mund ka dindote në Himar. Kush fshihet pas Fredit Bellerit? Po sot e shohim që vazhdon akoma bën fushat, edhe pse jemi në ditët e fundit të fushatës. Po sot krah për krah me deputetët tanë apo me gjithë përfaqësuesit e partisë me fjalë demokratike pavarësisht sa, po Fredi Belleri bën fushat, kjo do thotë që dikush aty ka gisht. Ju mendoni se ka qenë organizuar në bashkëpunim midis shtetit grek dhe shtetit shqiptar? Është e pamundur me fjalë që të marrësh të merrje postën e peshkpisë 7 persona me 132 veta. Si nuk pas ka gisht shteti shqiptar? Si nuk pas ka gisht shteti shqiptar kur e marka ushtar dhe i laka pa armë? Si ishte mundur kjo gjë? Dhe ku është drejtësia? Kur atje kanë humbur njerëz jetën, kur atje janë plagosur, kur atje njerëz kanë ngel të terrorizuar. Unë s'ka natë, s'ka ditë, s'ka orë me vjallë që se mendoj atë qast me vjallë. Nuk më hiqet në mendja.